Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Enea Karakaçi në një konferencë për mediat ka folur lidhur me konfliktin për aeroportin e Vlorës mes dy kompanive, MAPCO dhe 2A. Karakaçi u shpreh se çdo ditë bllokimi apo vonese punimesh në këtë aeroport përkthehet në humbje ekonomike për operatorët turistik, komunitetin lokal dhe buxhetin e shtetit. Ai shtoi se kjo sjellje nga dy palët e përfshira në konflikt nuk do të tolerohet dhe se shteti do të shfrytëzojë të gjitha mjetet ligjore për të garantuar respektimin e detyrimeve kontraktore. Do desha që të shfrytëzoja këtë rast për të adresuar një nga çështjet më sensitive të ditëve të fundit, që lidhet me aeroportin ndërkombëtar të Vlorës. Së pari, normalisht është e rëndësishme të theksojmë faktin që aeroporti ndërkombëtar i Vlorës është një prej projekteve infrastrukturore më të rëndësishme të dekadës së fundit në Shqipëri. Mos operimi ose bllokimi i tij nuk është thjesht çështje biznesi privat, është çështje e interesit publik dhe shtetëror. Çdo ditë vonesë ose bllokim përkthehet drejt për drejt në humbje ekonomike të matshme për operatorët turistik, komunitetin lokal dhe buxhetin e shtetit. Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka ndjekur çdo fazë të procesit të ndërtimit të aeroportit të Vlorës. Secilja deri tanishme e palëve zhvilluese, bllokimi fizik i kantierit, konfliktet gjyqësore ndërmjet aksionarëve, shkeljet kontraktore, akuzat penale kanë shkaktuar vonesa kritike dhe dëm reputacional ndaj projektit. Kjo sjellje nuk do të tolerohet dhe shteti do shfrytëzojë gjitha mjetet ligjore në dispozicion për të garantuar respektimin e detyrimeve kontraktore. Ministria nuk është palë në këtë konflikt dhe nuk ka interes të favorizojë asnjërin palë aksionare. Sa i përket afatit të vënies në punë të hekurudhës Tiranë-Durrës, ministri pranoi se ka pasur vonesa, pasi projekti ka qenë i paplot, por theksoi se është në fazën përmbyse, pa dhënë një afat të caktuar se kur do të përfundojë.